Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. 30 plumba u zbrazën ndaj fasadës së një kompanie farmaceutike në autostradën Tiranë-Durrës. Nuk ka të plagosur, por dëme materiale në pjesën e jashtme të godinës. Një mjet kaloi përpara biznesit dhe më pas nisën të shtënat me armë. Më pas makina ndaloi në momentin ku përfunduan të shtënat. Pas kësaj autorët janë larguar në drejtim të rrugës së Vorës. Grupi hetimor sekuestroi pamjet e kamerave të sigurisë. Spanja sot pritet të ekstradojë Lulzim Berishën, ish kreun e bandës së Durrësit. Autoritetet spanjolle miratuan kërkesën e ekstradimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe Spakut. U arrestua më 14 dhjetor të 2023-shit në Madrid. Lulzim Berisha akuzohet për disa krime të rënda, mes tyre ekzekutimi i rivalit Klodian Saliu. Një 17 vjeçar është arrestuar në Kamës për goditjen me thik të bashkëmoshatarit të tij. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së dielës dhe është raportuar sot nga policia, e cila ka sekuestruar thikën si provë materiale. I mituri i dëmtuar është jashtë rrezikut për jetën dhe po merr kujdes mjekësor. Dyshohet se konflikti ka ndodhur për motive të dobta. Prokuroria Tiranë përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq shtetasin Ilir Beqaraj për akuzat e vrasjes me paramendim në bashkëpunim, mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve, si dhe falsifikimit të letërnjoftimeve dhe pasaporteve. Hetimet lidhen me vrasjen e Gentian Bejtës në Fushkruj, ku prokuroria ka arritur të provojë se i pandehuri ka ndihmuar autorët. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në bashkëbisedimin e radhës me ndjekësit në rrjetet sociale, kryeministri Rama u ndal sërish tek çështja e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq progresin e vendit tonë në këtë drejtim e krahasoi me rajonin. Pasaporta e BE-s na jep mundësinë që Shqipëria të bëhet sa Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Evropian të bëhet sa Shqipëria. Dhe pasaportën mund ta marrim nëse bëhemi bashkë 11 maj. E diti kur i ka filluar negociatat Malizi në vitin 2012. E di kur i kemi filluar në vjet. E di kur i ka filluar negociatat Serbia në vitin 2014. Ku gjendet sot Serbia dhe ku gjendemi ne në procesin e negociatave, jemi ne përpara. Kryeministri i komentoi me nota humori rivalët e koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Një AKM, Aleanca për Kënetën Madhështore, Selami e Nisheri ishte distancu nga Aleanca, se ata në fakt kanë luftë fort për pushtet me Kujtim Gjuzin. Kujtim Gjuzi po është kryeministrin hije i Aleancës, sepse vetmja gjë madhështore që ka Aleanca janë Musteri dhe Kujtimit. Top Albania Radio. Boboshtic Dar dhe në Bogthet filluan rreshjet e të Borës. Autoriteti rrugor njoftoi se në akset ku bie Borë ka nisur pastrimi. ARSH-ja ju bëri thirrje drejtuesve të mjeteve të kenë kujdes të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir kur udhëtojnë për në zonat malore me prani dëbore. Në vijim vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa dhe të ftohta me origjinë veri perëndimore. Në mbrëmje vonë do të dominojë moti kthjellët në të gjithë territorin. Temperaturat variojnë nga 2 deri në 15 gradë Celsius. Lajme nga rajoni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan për mbështetjen e mundshme europiane të Radios Evropa e Lirë pas urdhrit të presidentit amerikan Donald Trump për t'i ndërprer fondet. Gazetarë dhe ekspert në Kosovë reaguan me shqetësim, duke thënë se mbyllja e mundshme e relit do të dëmtonte rënd informimin e pavarur. Një grup deputetësh të Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga Kaja Kallas, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, që të vendosë sanksione ndaj Milorad Dodikut. Ata kërkojnë veprim të menjëhershëm për shkak të veprimeve të tij për ndarjen e Republikës Srpska nga Bosnia e Hercegovina. Letra është e nënshkruar nga 28 anëtar të Parlamentit Evropian. Sanksionet kërkojnë për të parandaluar destabilizimin e rajonit. Lajme nga bota. I jepet fund 2 muajve armpushim mes Izraelit dhe Hamasit. Ushtria izraelite sulmoi Gazën. Zyra e kryeministrit Netanyahu njoftoi se Izraeli do të veprojë kundër Hamasit me fuqi ushtarake në rritje. Nga sulmi i fundit mësohet se mes viktimave ka figura të larta politike e të sigurisë së Hamasit. Mjekët konfirmuan edhe se shumë fëmijë mbetën të vrarë. Hamasi reagoi duke thënë se kjo çon në përshkallëzimin e konfliktit. Sipas grupit, Izraeli shkeli në mënyrë të njëanshme armëpushimin, duke vënë në rrezik fatin e pengjeve. Me mbështetjen amerikane, Izraeli bëri presion për kthimin e pengjeve në këmbim të një armëpushimi afatgjat dhe lejimin e kthimit të ndihmës në Gaza.
Të paktën 326 persona përfshirë gra dhe fëmijë u vranë sot në bombardimet izraelite në Gaza. Ushtria izraelite njoftoi se ka kryer sulma ajrore dhe në Libanin jugor e në Sirinë e Jugut. Sulmet në Gaza kishin në shënjesër lider e komandant të nivelit të mesëm të Hamasit, si dhe infrastrukturën e grupit. Kalimi kufitar midis Egjiptit dhe Gazës në Rafah është mbyllur, njoftoi një zëdhënës i Komisionit Evropian. Ky kalim është një nga pikat kryesore për hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Zëdhënësi i Komisionit Evropian tha se misioni i Bashkimit Evropian ka filluar të vendosë procedura emergjente për të menaxhuar situatën. Bashkimi Evropian paralajmëron se Kina dhe Rusia po përdorin arsenal masiv digital për të ndërhyrë dhe manipuluar demokracitë perëndimore. Manipulimi dhe ndërhyrja e informacionit përbëjnë kërcënim të madh për sigurinë e Bashkimit Evropian, theksoi në një raport shefi i politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.